Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Në emisionin e ditës së sotme, do të flasim rreth një figure shumë të njohur midis besimtarëve musliman dhe specifikisht midis shiitëve. Do të flasim rreth një imami shumë të vyer për të gjithë ne. Do të flasim për Imam Ali ibn Musa Ridha ose Imam Rizai, paqja qoftë mbi ta. Ai ishte Aliu, i biri i Musait, i biri i Xhaferit, i biri Muhammedit, i biri Aliut, i biri Husejnit, i biri Aliut dhe Aliu, i biri i Abu Talibit, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Babai i tij është Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi ta. Nëna e tij është zonja Tektem, e njohur dhe si Ummul Benin. Ai njihet me titull Ar-Ridha, i kënaquri, As-Sabir, i durueshmi, dhe El-Wafi, që është besniku, dhe mbi të gjitha këto njihet me termin dietari i familjes së profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoj të ndjekim së bashku për ditën e sotme te ajetet e para të surës Insan. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenie e denjë për të përmendur? Në të vërtetë, ne krijuam njeriu nga një pikë fare përzier, për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjojë dhe të shohë. Natyrisht që ne i treguam atij rrugën e drejtë, që ai të jetë ose mirënjohës ose mos mirënjohës. Padyshim, ne kemi përgatitur për jo besimtarët zinxhir, pranga dhe zjarr flakërues. Sigurisht besimtarët e ndershëm do të pinë në xhenet kupa me pije të përzier me kamfor. Nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan. Ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së Kiametit, tmerrisë së cilës përhapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob, edhe pse vetë janë nevojtarë. Duke thënë, ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Ne i friksohemi Zotit ton në një ditë të ashpër, që do t'i bëj fytyrat të jenë të vrenjtura. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme do të flasim rreth temës Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, një ndër imamët më të vyer të familjes profetike. Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, ka lindur në Medinën e ndritur më 11 Dhulqaide në vitin 148 të Hijrit. Kjo konsiderohet si data më e njohur dhe më e pranuar dhe përkujtohet si një ditëlindje e bekuar. Çdo vit, në datën 11 Dhulqaide, shiitët dhe dashamirësit e Imam Rizait e përkujtojnë ditëlindjen e tij me festime dhe manifestime të ndryshme, veçanërisht në Mashhad, ku ndodhet dhe varri i tij. Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, e filloi udhëheqësinë pra imamatin e tij pas vdekjes së Imam Kadhim, që ishte babai i këtij imami, në vitin 143 të Hijrit.
Prej punëve më të rëndësishme që ky imam kishte, e para, sqarimi i besimit islam dhe pastrimi i këtij besimi prej devijimeve që u përhapën në fillim të pushtetit abasid. Puna e dytë, mësimdhënia e rregullave dhe dispozitave të fesë, si dhe përhapja e haditheve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Sqarimi dhe konstatimi se Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte prijes i besimtarve menjëherë pas profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe se ai e meritonte plotësisht këtë pozitë. Le të flasim pak në lidhje me vilajetin ose udhëheqësinë e këtij imami, që ndryshe në kohën e tij u quajë dhe vilajeti i Ahdit. Në kohën e imamatit të Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, Me'muni, që ishte udhëheqësi abasid i asaj kohe, zgjodhi imamin Waliul Ahd. Këtë e bëri për shkak të faktorëve të mëposhtëm politik. E para, animi i njerëzve të xhaxhallarëve të Me'munit kah vëllait të tij Eminit për të tërhequr ata kah vetes, nga frika se pushteti të mos kalonte nga abasidët tek alevitat. E dyta, përpjekja e Me'munit për të shtypur e për të shkrirë lëvizjet politike që ftonin në rrugën e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, dhe këto lëvizje të mos përfitonin nga hendeku i mosmarrveshjes që ishte midis Me'munit dhe vëllait të tij Eminit dhe nga përçarja e abasidëve për pushtet. Përse u vendos Imam Rizai? Arsyeja e tretë ishte përpjekja e Me'munit që pasuesit e Imam Rizait i tërheqte nga ana e tij për të shtuar fuqinë e tij kundër përkrahësve të vëllait të tij, pra Eminit. Dhe kjo përkrahje e Me'munit, përveç vilajetit të Ahdit, bazohet dhe në pohimin se Me'muni dhe Ehli Bejtit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e meritonin më shumë se kushdo tjetër udhëheqësinë pra khilafetin. Këto pohime ka shprehur qartë dhe në diskutimet dhe dialogjet e tij, si dhe në tekstin e vilajetit të Ahdit. E dyta, prodhimin e monedës nga Me'muni në emrin e Imam Rizait, paqja qoftë mbi ta. Dhe treta, vendosja e Imam Rizait drejt për së drejti në mbikëqyrjen e tij, me qëllim që imami të mos bënte asnjë aktivitet politik kundër abasidëve. Por çfarë ndodhi më vonë? Pas vilajetit të Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, vjen vdekja e Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, e cili vdiq në vitin 203 të Hijrit në qytetin e Tusit, në krahinën e Khorasanit, që ndodhet dhe Mashhadi i sotëm në Iran. Ky imam na ka thënë disa thënie udhëzuese. Të gjithë jetës së tij, të gjithë Ehli Bejti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë thënë njerëzve fjalët, pohimet, veprat që profeti ka pas thënë atëherë, që janë fjalët e Zotit të gjithësisë. Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, ka thënë: përkrahja dhe ndihma jote për të dobtin dhe të paaftin është më e mirë se sadakaja. Prej moralit të profetëve është pastërtia. Njerëzit e mirë janë ata të cilët kur bëjnë mirë përgëzojnë, kur bëjnë keq kërkojnë falje dhe kur i jepin diçka falenderojnë për ta. Dhe Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mbaj lidhjet me të afërmit e tu, qoftë edhe me një glëng uji. Këto, të nderuar dëgjues dhe shikues, ishin shprehjet ose thënjet e Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, për të gjithë njerëzit si në atë kohë edhe në kohët e ditëve të sotme. Të gjithë imamët e Ehli Bejtit njihen për lutjet e tyre. Njiheshin për adhurimin e tyre ndaj Allahut xhaleshanhu, për devotshmërinë e tyre ndaj Zotit të gjithësisë. Dhe prej lutjeve të këtij imamit kemi lutjen më të famshme, si ta themi të tij, le të lutemi së bashku, ku ai thoshte: o Zoti im, më jep udhëzim dhe forcë në ta, më të bot të udhëzuar e të sigurt nga çdo frikë e hidhërim. Vërtet, ti je poseduesi i devotshmërisë dhe i faljes e mëshirës. Amin, o Zoti i botëve. Pra, Imam Musa Ridha alayhis salam është imami i muslimanëve, udhërrëfyes dhe reformues për Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta. Jeta e tij ka qenë fener ndriçimi për udhëheqësit dhe tregues për ato që ndjekin rrugën e besimit të vërtet. Ka qenë shembulli në moral dhe në vijën e drejtë.
dhe do të përmendim disa nga cilësitë dhe moralet e të larta që kishte Imam Rezai, paqja qoftë mbi ta. Rexha ibn Abi Dahhak, i cili shoqëroi Imamin paqja qoftë mbi të gjatë udhëtimit të tij nga Medina në Merva, na përshkruan besimin dhe ibadetin, adhurimin e këtij imami me këto fjalë: Unë isha me atë nga Medina deri në Merva. Betohem në Allahun se unë nuk kam parë njeri më besimtar se ai, as përkujtues të Zotit më tepër se ai në kohën e tij, as frikësues ndaj Allahut të madhëruar sa ishte ai. Ai e falte sabahun dhe ulej në vendin e faljes, duke e madhëruar Allahun e madhëruar, duke e falendëruar, duke i lartësuar ata. Ai dërgonte salavate për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa linte dielli. Më pas binte në seçte dhe rrinte për një kohë të gjatë. Më pas shkonte tek njerëzit, u fliste dhe i këshillonte ata derisa vinte vakti i yles. Ibrahim ibn Abbas es-Suli, për cilësitë e imamit, ka thënë: ai flinte pak natën, në të shumtën e netëve rrinte zgjuar deri në sabah, agjeronte shumë, atij nuk i kalonte agjërimi i 3 ditëve në çdo muaj. Ai thonte se ky është agjërimi i epokës sonë. Ai jepte sadaka dhe ndihmonte mjaft në qetësi dhe fshehtësi, dhe këtë e bënte më tepër në netët e errta. Dhe kush thot se ai ka parë të ngjashëm me Imam Rezain në këtë veprim, mos e besau. Ahmed Murafiki thot se unë isha me imamin në udhëtimin e tij për në Horasan, për në Iran, dhe një ditë shtroi një gosti dhe ftoi të gjithë dashamirësit e tij. Unë i thash: u bëfsha kurban për ty o imam, sikur ta ndaje gostin për ata. Ai tha: Allahu i madhëruar është një, ummeti është një, babai është një dhe shpërblimi është në punë. Yasir Hadim dhe Nadir Hadim kanë thënë se Ebu Hasani na tha neve: nëse unë vi dhe ju jeni duke ngrënë, mos u çoni derisa të mbaroni së ngrëni. Ma'muni i ka thënë Fadil ibn Sahlit dhe vëllait të tij se: unë nuk njoh njeri më të virtytshëm në sipërfaqen e tokës se ky burr, dhe e kishte fjalën për Imam Rezain, paqja qoftë mbi ta. Pra, të nderuar dëgjues dhe shikues, ehlibeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë drita pas profetit për ne në këtë rrugtim të gjatë që kemi derisa të japim frymën e fundit në këtë jetë. Të ndjekim rrugën e tyre. Allahu të na mundësoj çdo ditë më shumë të mësojmë nga këto njerëz me virtyte kaq të larta, të përvetësojmë fjalët e tyre, veprat e tyre dhe të vetja jonë, për të ngritur ne vlerat tona më së pari, për të qenë ne njerëz të mirë, ashtu siç ishin ato, dhe mbi të gjitha për të qenë dhe ne të devotshëm në adhurimin ndaj Zotit të gjithësisë. Amin, inshallah. Në të momentet të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.